Ja u lyp tronkt me të rakop si gjon, se femna din edhe mu të ranu. Seriozisht e kam, vjen keq si flas këto. Po duen me hec, sot është koha që mundën me punu, s'po flas kur fill mas lufte, se ka qenë një kohë tjetër, a mon që të 2-3 vjetë e fundit, që unë e jetoj ma shumë këmnet në Kosovë se sa në Zvicër, që ta shka arë një mundësi që gjithë qysh duhet me punu femna. Kur punon femna e ka parën e vetë, jo mu të ranu, se femna din edhe mu të ranu. Seriozisht e kam, vjen keq si flas këto, po unë jam pro femnës që e man veten, e man familjen, e man fëmin, punon, që nuk jazgat dorën burrit. Për shka po buan këto keq kuptime? Për shka po buan këto? Burri po shkon në punë, femna gjithë ditën e gatë, blema këto se jeta ka arros, po të vjej noti. Ty po të vjej noti me dalë me flukun pan gjy, ose me gjonat se ka arë një jetë që si loji. E pse ti mos me punu ku ki mundësi sot? Pse? Mu më vjen keq vetëm prej aty në femnave, që burrat nështë jenë do, burra, se nuk e dija ka shumë. Ka raste që nuk i lejojnë me punu. Këto do shta me thonë, që janë asi kryfor, që dojmë ja u lyp tronkt me të rakop si o gjon, që se len grunë me punu, se aj monole me legjiku, gruja me punu, aj nuk e din që në mas por ja jep krojnë e djohë të tina.